kuvendit dhe tashmë në emër të qeverisë shqiptare unë kam kënaqësinë që fjalën t'ia kaloj shkëlqësisë së saj zonjës Elisa Spiropale, ministra për Evropën dhe punët e jashtme. Faleminderit. Faleminderit Taulant. Nderuar bashkëkryetar, co-chairs, Tarkino e Mballa, ma kanë përgatitur këtë fjalë në anglisht duke menduar që për miqt që janë këtu do jetë më i thjesht komunikimi, kështu që unë kështu do e mbaj. Mirë se erdhët të nderuar eurodeputet në Tiranë dhe të nderuar deputet të Kuvendit Shqipërisë. I'm very pleased to be here. Jam vërtet shumë e kënaqur që jam këtu dhe mund të përdor këtë mundësi për të thënë disa fjalë në hapjen e këtij takimi të 20 të Komitetit Parlamentar të Stabil Asociimit Shqipëri-Bashkim Evropian. Dialogu parlamentar është kur themeli sa i përket debatit demokratik në çdo shoqëri. Dhe natyrisht nuk ka pikë dyshimi që procesi i antarësimit në Shqipëri, në BE Shqipërisë është prioritet kyç i kësaj qeverie dhe qeveria e Shqipërisë e ka këtë çështje në zemër të çdo pune. Pra, ky është një projekt kombëtar me rrënjë tek legitimiteti demokratik të llogaridhënia. Pra, këto shkëmbime të rregullta ndërmjet Kuvendit të Shqipërisë dhe Parlamentit Evropian fuqizojnë mirëkuptimin mes nesh, ndarjen e praktikave më të mira dhe që reformat në fakt pasqyrojnë si standardet europiane ashtu dhe aspiratën e qytetarëve tanë. Ky takim, si edhe prania jonë sot këtu, nuk mund kishte qenë në një moment më të mirë. Dje për shembull unë isha në Bruksel në vizitën time të parë në këtë cilësi për takime me komisioner dhe me zyrtar të lartë të BE-s për të matur nivelin e ecurisë që ka arritur Shqipëria deri tani, por edhe për të parë se cilët do të jenë hapat e mëtejshëm. Dhe kisha kënaqësinë që së bashku me bashkëbiseduesit e mi të tregoja që nuk mund të bëjmë as edhe një pushim, as edhe një minutë për të humbur, sepse zgjerimi është në fakt përparësia jonë numër 1 dhe kështu ka qenë gjatë të gjithë 30 vjeçarëve të fundit, por është një rëndësie shumë të madhe tashmë që tashmë konsiderohet në Bruksel, në Europë, një investim kritik për BE-n, për sigurinë e saj, begatinë dhe mirëqenien. Në këtë kontekst, më lejoni të ndaj me ju disa çështje. Së pari, integrimi europian është zgjidhje është europiane, sepse për ne i ka rrënjët tek vlerat dhe vizioni ynë. Pra, të bëhemi shtet antar në BE është zgjedhje, sepse atë zgjedhje na udhëheq angazhimi ynë për demokracinë, sundimin e ligjit, të drejtat themelore dhe solidaritetin. Në fakt për këtë reformë dhe këtë agjendë reformash që ne po bëjmë, të cilat janë të mishëruara në projektin evropian. Mesazhi nga qytetarët tanë ka qenë shumë i qartë që prej fillimit të demokracisë në vendin tonë, që ardhmja jonë e vetme është brenda Bashkimit Evropian. Kjo u konfirmua edhe në zgjedhjet e fundit të përgjithshme që ne patëm dhe vazhdon të jetë rasti, sepse ne e konsiderojmë Bashkimin Evropian jo si pikë fundore apo një destinacion të fundit, por si një komunitet me të cilin ne ndajmë të njëjtat vlera, si edhe të njëjtën të ardhme, prej paqeje, sigurie dhe begatie. Së dyti, për ne, ecuria e negociatave do të thotë reforma, dhe ritmi i negociatave gjatë këtij viti ka qenë pa precedent. Përpara një viti, ne hapëm grup kapitulli numër 1 për themeloret e një vit më vonë ne po shpresojmë të mbyllim këtë pjesë të këtij procesi. Këto nuk janë thjesht statistika, sepse gjithçka ne e masim me përkushtim dhe me premtime të mbajtura. Ne e kuptojmë që detyra që kemi përpara është e madhe, transpozimi dhe vënia në zbatim e legjislacionit të BE-s, krijimi historiku të duhur, angazhimi ynë, fuqizimi i institucioneve, arritja e konvergjencës. Në të njëjtën kohë, ne po punojmë për të arritur më shumë konkurrencë, tranzicionin e gjelbër dhe digitalizimin në përputhje me tregun e vetëm të Bashkimit Evropian dhe për zbatimin e planit të rritjes. Të gjitha këto, ndërkohë që ne mbetemi 100% në përputhje me politikën e jashtme dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian, duke kontribuar dhe duke kërkuar që të theksojmë dhe të fuqizojmë akoma më shumë bashkëpunimin tonë në fushën e mbrojtjes. Së treti, roli i Kuvendit dhe mbikëqyrja demokratike. Dhe në fakt unë nuk mund të harroj që deri përpara pak muajsh isha kryetaria e Kuvendit dhe kam qenë dhe jam shumë e lumtur dhe krenare që kam qenë në krye për ato Kuvendit, si një dhe Kuvendi i Shqipërisë ka qenë një partner aktiv në
vënia në zbatim siç duhet të agjendës së BE-s për reformat dhe nuk kam dyshim që kështu do të vazhdoj sepse ky është prioriteti ynë kryesor. Pra, kuvendi është shumë i qartë për reformat, për mbikëqyrjen efektive të këtyre reformave, të vënies së tyre në zbatim, por edhe të ekzekutivet dhe të transparencës për qytetarët. Prandaj është më se natyrshme që unë të avokoj sa më fort që të jetë e mundur në kuvend dhe për kuvendin për procesin e integrimit dhe am e gatshme ta bëj këtë gjë. Së katërt, stabiliteti rajonal dhe bashkëpunimi rajonal Shqipëria tashmë është pararoj në këtë fushë. Kjo do të thotë që shndërrimi i pa konceptueshëm më parë tashmë është i mundur me një vizion të qartë dhe me konvergjencë nga ana e të gjitha partive politike për kurajon që është përdorur. Pra, ndërkohë që ne negociojmë dhe bëjmë detyrat e shtëpisë, ne gjithashtu e dim që kjo gjë nuk bëhet vetëm sepse ne jemi të gatshëm dhe do të vazhdojmë të investojmë në bashkëpunimin konstruktiv me fqinjët. Dhe ne vepsojmë tek stabiliteti në Ballkanin Perëndimor sepse është aset për Europën. Dhe pavarësisht se vendet tona evoluojnë me shpejtësi të ndryshme, ne dimë që ardhmja jone vetme është që Ballkani Perëndimor të jetë në Europë. Nuk mund të ketë asnjë alternativë tjetër, as edhe një. Së pesti, sfidat dhe zgjidhjet të tjera. Ndërkohë që ne kremtojmë çeljen e këtyre kapitujve dhe të grup kapitujve, mbetemi tërësisht të vetëdijshëm për përgjegjësinë në rritje që ne kemi. Të bëhesh shtet antar i BE-s nuk është thjesht një dëshirë, por është një detyrë dhe detyrë jo e thjeshtë. Ne i dim cilat janë sfidat, fuqizimi i sundimit të ligjit, po ashtu fuqizimi i lirisë së media, mbrojtja e minoriteteve, lufta kundër korrupsionit, konvergjenca ekonomike, ruajtja e kohezionit social. Pra këto në fakt janë pikërisht ato shtyllat kryesore që ne kemi për të ardhmen, por ato nuk janë thjesht detyrat për Shqipërinë, sepse kërkojnë partneritet dhe mbështetje teknike, solidaritet evropian. Ne do të vazhdojmë të kemi nevojë për mbështetje nga Komisioni, nga shtetet anëtare, por edhe nga Parlamenti Evropian. Jo vetëm nëpërmjet instrumenteve financiare, por edhe me anën e fuqizimit kapaciteteve, po ashtu me anën e kolegëve tanë dhe më lejoni që në mbyllje t'ju siguroj të gjithëve për vendosmërinë tonë të fortë për të ecur në këtë rrugë dhe për ta përshpejtuar atë, jo sepse është e thjeshtë, por sepse është gjëja e duhur që duhet bëjmë, dhe pse të gjithë ne e dim, qeveria, opozita, të gjitha palët, administrata publike dhe shoqëria civile, ne mund t'ja dalim. Dhe mënyra më e mirë është që të gjithë të bëhemi bashkë përfshirë ky komision që tregon edhe udhërfyesin e duhur për bashkëpunimin ndërmjet Parlamentit Evropian dhe kuvendit tonë. Në rrugë të rrutim, ne jemi së bashku, le të vazhdojmë të punojmë me njëri tjetrin për një Shqipëri më të mirë, për një rajon më të mirë dhe për Evropën tonë të përbashkët. Dhe në fund, po jo më pak e rëndësishme, dëshiroj të falenderoj ambasadorin e Bashkimit Evropian në Shqipëri, faleminderit Silvio për të gjithë punën e madhe, për pasionin tuaj që Shqipëria të bëhet shtet antar.